në këtë moment, por hedh edhe piketat për të pasur këtë paqen e qëndrueshme afatgjat dhe ka potencialin për të transformuar tërësisht dinamikat në lindjen e mesme, panoramën, balancat e pushteteve, raportet, sepse jo vetëm natyrisht është armëpushimi, është lirimi i pengjeve që ndodhi dhe po themi kalimin në një fazë tjetër të dytë me çarmatosjen e Hamasit dhe natyrisht jetesën aty në ripin e Gazës për çdo që do të jetojë në paqe aty, pra nuk do ketë as nga këto teori që dolën në fillim që Trumpi me Bibi Netanyahu po përpiqen që të spastrojnë Gazën apo t'i largojnë palestinezët diku tjetër, por kush do të jetojë aty, do jetojë aty në paqe, do ketë një përpjekje ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja me pjesëmarrjen e vendeve arabe për të rindërtuar Gazën dhe për të qeverisur Gazën momentalisht dhe për të krijuar premisat që të kemi një fund të gjithë këtij konflikti dhe të krijojmë të gjithë kushtet që palestinezët jetojnë në paqe me Izraelin dhe kjo natyrisht çon dhe në dy shtetet, që është zgjidhja e pranueshme nga të gjithë në një farë mënyrë për këtë konflikt. Prandaj them që lidhen premisat për një paqe afatgjat. Do të varet natyrisht nga shumë faktorë, se nuk është se firmosën dije dhe u krye. Edhe skenari duket shumë i bukur dhe optimist, por pyetjet që ngren komentuesit, po themi të gjeopolitikës janë cilat janë garancitë e sigurisë nga të dyja palët. Në qoftë se bie fjala Izraeli e ka valvulën e sigurisë në Washington, po Hamasi ku e ka, sepse çfarë na siguron ne që një 7 tetor nuk do të përsëritet sërish? Kanë dalë garant vendet arabe, Katari, Arabia Saudite, Egjipti, të cilat firmosën në ditën e djeshme. Dhe ndaj ishte e rëndësishme dhe ndaj është i veçantë ky rast, kjo marrëveshje në krahasim me herët e tjera kur janë përpjekur që të shkojnë drejt marrëveshjes, sepse këtu është përfshirja e gjithë këtyre vendeve, të cilat kanë dalë garante edhe për Hamasin. Hamasi strehoi në Katar dhe u pa që domethënë çelësi këtu ishte e para ishte sulmi që u bë Hezbollahut dhe dobësimi i Hezbollahut, sulmi që u bë Iranit dhe ndalimi, po themi i përkohshëm, se unë jam i bindur që ata do vazhdojnë, po ndalimi i përkohshëm i projektit të tyre nuklear dhe dobësimi natyrisht i Hamasit, sulmi i gjithë liderëve që u bë dhe sulmi që u bë nga Izraeli në Katar, duke shkelur dhe sovranitetin e Katarit dhe leadershipi politik i Hamasit vuri re që nuk ishte më i sigurt edhe në shtetin që mendonin se do ishin të sigurt dhe të paprekshëm. Sepse duhet të thënë që Izraeli kaloi një farë linje të kuqe. E sulmuar një shtet sovran. Dhe ndaj ishin gjithë këto element dhe natyrisht në qoftë se nuk do ta pranonin ishte edhe drita e jeshile për Netanyahun për të vazhduar sulmin në Gaza, të cilat bën që Katari të thotë është më mirë që të shkojmë drejt një marrëveshje, drejt një paqe. Dhe janë ata të cilët dalin garant më pas për Hamasin dhe natyrisht Egjipti, Turqia dhe të gjithë vendet e tjera arabe që firmosën. Nga ana tjetër janë Shtetet e Bashkuara që janë rikthyer fuqishëm, ndryshe nga shumë kritik, nga ajo që shumë kritik thoshin kur erdhi presidenti Trump që do kishim një Amerikë të tërhequr, një Amerikë të izolacioniste, siç ndodhi pas luftës së parë botërore, por po shikojmë që Shtetet e Bashkuara janë rikthyer fuqishëm në skenën botërore, për interesat e tyre natyrisht, për faktin që duan të jenë në krye të punëve të botës edhe në këtë shekull, siç ishin në gjysmën e dytë të shekullit kaluar. Dhe ndaj janë gjithë këto elemente të garancisë, si nga ana izraelite, si nga ana palestineze, të cilët bëjnë që palët të ulen dhe të ndërtojnë ndoshta do jetë shumë ngadalë, një proces i ngadalë, po të ndërtojnë këtë paqe të qëndrueshme me garancitë e duhura për të gjithë, për të bërë deradikalizimin e këtyre celulave terroriste aty. Këtë çarmatosje në mënyrë që të krijojnë kushtet që të jetojnë në paqe të patrazuar të dyja palët. Ajo që unë dua realisht kuptoj dhe që më bëri përshtypje nga po them takimi i dieshëm i presidentit Trump me presidentin Herzog dhe kryeministrin Bibi Netanyahu është kjo. Apo shërben kjo marrëveshje për të amnistuar
dhe për të rehabilituar edhe Netanyahun edhe Hamasin. Pra, për t'i paraqitur nga palë që kanë kryer krime lufte, se të dy kanë kryer krime lufte, në palë që arrin marrëveshjen afatgjatë të paqes. Pra, ndrohet totalisht monedha. Nga kështu, vjen kështu. Dhe nuk e di si analizon ti këtë, duke qenë se Netanyahu jo vetëm për, po them, akuzat e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por edhe për çështjen penale të brendshme që ka për korrupsion, siç edhe presidenti Trump i kërkoi presidentit Herzog që ti zhbënte, po them, akuzat për korrupsion. Po, me rrezikun se pas kësaj që do them, do acarohen të gjithë S'ka gjë, le të acarohen. Të gjithë kundërshtarët e flakt të Bibi Netanyahu, që është mijëra kilometra larg nga ne, po ne e konsiderojmë sikur të jetë palë politike këtu. Unë që është e vërteta kam preferuar që ndroj larg kësaj tifozerisë në Shqipëri që ekziston pro Bibit kundër Bibit, pro Hamasit kundër Hamasit, po mendoj që nuk mund të hiqet një paralele me gjithë akuzat që mund të qëndrojnë mbi kryeministrin Netanyahu, sepse Bibi Netanyahu është lider i zgjedhur i një vendi, i një shteti demokratik. Hamasi është një organizatë terroriste e njohur si e tillë nga pjesa më e madhe e vendeve të botës. Me zgjedhje kanë ardhur edhe ata, pavarësisht se nuk kanë bërë më zgjedhje pastaj. Po me zgjedhje kanë ardhur. Po të shikonit komentet e shumë izraelitëve, sidomos ata po themi më radikal, thoshin të njëjtën gjë, si mund të falim ne këta terroristët e Hamasit, të cilët janë të betuar që do ta shkatrojnë shtetin e Izraelit. Sepse ata besojnë që nëse Izraeli lëshon armët dhe i pranon këta individu ose këto grupime, të cilët mund të thonë që janë të prirur të shkojnë drejt paqes e tjerë, po mund të t'i rikthehen aktiviteteve të tyre terroriste më pas, nëse Izraeli ul armët, Izraeli shkatrohet, thonë ata. Nëse Hamasi ul armët, atëherë kemi mundësi për një paqe. Po janë pikërisht këto garancit që do japi Amerika vendet e tjera arabe, të cilat situata si e 7 tetorit apo ngjarje të tjera më përpara nuk do përsëriten më. Natyrisht që rreziku është aty. Natyrisht që në një armë pushim apo në një marrëveshje paqe të dyja palët do heqin dorë nga disa prej pretendimeve të tyre, se ndryshe i binte që njëra palë të kapitullonte dhe pala tjetër të fitonte gjithçka. Po në fakt nuk është kështu. Të dyja palët do duhet të jenë të gatshme të japin diçka, të heqin dorë nga diçka, dhe e njëjta gjë do ndodhi me shumë gjasa dhe në Ukrainë apo dhe në konflikte të tjera, sepse e tillë është lufta. Është e padrejtë, ndodhin gjëra të padrejta, ndodhin masakra, vriten të pafajshëm, po ky është realiteti. Në fund mund t'i futemi, mund t'i hyjmë kësaj rrugës në filozofike psikologjike që pse shkon njeriu drejt luftës, pse e bën luftën e tjerë dhe pse është shqyrqenia njerëzore, po it is what it is, thonë amerikanët, kështu është, ky është realiteti. Dhe ne duhet, mendoj unë, duhet jemi në këtë pikë të lumtur që ka një president që merret me punët e botës sot, që është presidenti, po themi, i botës së lirë, i vendit më të madh demokratik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është i prirur drejt paqes. Imagjinoni sikur kishte fituar në zgjedhjet presidenciale një figurë si Kamala Harris, apo të kishim ende një president Biden, i cili sot takoi me fantazmën e Silvio Berlusconit, nesër linte takim me fantazmën e Konrad Adenauerit. Pra nuk ishte në këtë realitet fare. Ndaj unë mendoj se zhvillimi i djeshëm dhe i ditëve të kaluara në lindjen e mesme është për të përgëzuar. Qartë, mirë, Nikola, si e ke parë dhe idenë e Donald Trump pra për dialog me Iranin në një moment pra kur SBA-ja dhe Izraeli kishin goditur më parë dhe objektivat iraniane? Po, presidenti Trump e ka shprehur disa herë, kam përshtypjen që është i hapur, madje i quan dhe një ftesë leadershipit të Iranit për të marrë pjesë ditën e djeshme, sepse perëndimi ka qenë, sidomos Shtetet e Bashkuara, që kanë qenë edhe më të qarta akoma, në lidhje me Iranin. Në qoftë se Irani heq dorë nga ambicjet e veta nukleare, është i mirëpritur që të bashkëjetoj paqësisht me komunitetin tjetër të vendeve rajonale apo ndërkombëtare. Dhe të heqë dorë natyrisht nga mbështetja që i bën
grupeve terroriste në rajon, sepse Irani është financuesi më i madh i këtyre grupimeve terroriste, të Hamasit, Hezbollahut, grupeve Houthi, të cilat shërbejnë si proxy të Iranit për të çuar përpara këto qëllime që ka Irani, kryesisht në lidhje me Izraelin. Nëse Irani heq dorë nga këto ambicie, në qoftë nukleare apo qoftë në lidhje me sulmet që i bën Izraelit apo vendeve të tjera në rajon, është e mirëpritur që t'i bashkohet grupimit të vendeve që dëshirojnë të jetojnë në paqe. Pastaj, për regjimin e ajatollave brenda Iranit, sërish presidenti Trump dhe komuniteti ndërkombëtar në përgjithësi kanë qenë mjaft të qartë që i takon popullit të Iranit që të vendosi nëse do të vazhdojë të jetojë në regjim e ajatollave apo jo. Nuk është një vendim që e marrin Shtetet e Bashkuara apo vende të tjera. Pra kanë qenë mjaft të qartë për të dy këto aspekte, qoftë në aspektin ndërkombëtar dhe qoftë në aspektin e brendshëm. Ndaj varet nga Irani. Irani e ka bërë të qartë sërish që nuk do të jetojë në paqe me vendet e tjera të rajonit. E qartë, por pak ditë më parë Nikola Trump njoftoi pra se do të ndihmonte edhe në rindërtimin e Gazës, por ditën e djeshme pam pra që nuk kishte asnjë plan konkret që Trump të fliste për rindërtimin. Se nuk mund t'i thoshte kam përshtypjen gjitha dije. Dije ishte një, domethënë, se e bëre përgjithsisht është një pritshmëri që në një ditë historike si e djeshmja të gjejmë mangësi, probleme edhe kus janë. E para duhet përshëndetur që kjo ishte një ditë historike, dita e djeshme. Ul presidenti i Shtetit Bashkuara, rreshtoi madje gjithë liderët e botës aty, të Europës, të Lindjes Mesme, nga si kishte ftuar, dhe bashkë me përfaqësues të Kombeve të Bashkuara që u detyruan të ishin spektatorë të dështimit të tyre, të kësaj strukture të madhe burokratike që ka brenda vete, është kthyer në një çerdhe korrupsioni streus i çdo autokrat, diktatori të mundshëm, i vë dhe në komitetet e të drejtave të njeriut këta diktatorët, me siguri për shkak të rekordeve që ata kanë në vendet e tyre për drejtat e njeriut, që të gjithë pan pa fuqinë e tyre, pa aftësinë e tyre për të bërë diçka konkrete, sepse sot botës, unë e them shpesh sepse mendoj që është një vërtetë e madhe, sot botës i mungojnë burrat e gratë e shtetit, i mungon një Margaret Thatcher, një Ronald Reagan, një Konrad Adenauer, një Silvio Berlusconi po të doni. Edhe pse ndoshta një figur pak më kontroverse se tjerë. Ka dhe ndonjë të majtë tek ata burrat e shtetit që mund i mungojnë mos, nuk janë të gjithë të djathtë ndoshta. Ndonjë majtë që ka qenë i mirë, a kupton? Juve nëse preferoni figurat e majta, unë mendoj se figurat liderët që kanë ardhur nga e djathta i kanë bërë shumë herë më mirë botës, qoftë në punët e tyre të brendshme, qoftë në marrëdhënie ndërkombëtare. De Gaulle e tjerë me radhë, sepse nëse vazhdoj me emra, unë mund të prodhoj emra të djathtë pafund, që kanë bërë një impakt shumë pozitiv. Dhe u desh të vinte një tjetër lider i djathtë, Donald Trump, i cili të shkonte tek gjërat konkrete. Shikoni se çfarë bëjnë sot këta liderët e mëdhenj që kanë aprovimin në vendet e tyre, 20%, 30%. Imagjinoni sa popullor janë. Macron, Sanchez, ky autokrat i Spanjës që po e kthen Spanjën në një diktaturë të vendeve të botës së tretë, apo Starmer, diktatori i Britanisë së Madhe. Shikoni se çfarë bëjnë. Bëjnë atë që quhet grandstanding. Dalin me fjalë të mëdha dhe thonë ne dënojmë këtë sulm atje me fuqinë më të madhe dhe ajo fuqia tyre më e madhe nuk ka fuqi as të më bindi mua, në Vlorë apo në Tiranë. Jo më të ketë ndonjë impakt në arenën ndërkombëtare. Ne do njohim Palestinën dhe e vendosin. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara, dhe tha presidenti Trump, ata ta njohin sa duan, nuk ka asnjë impakt. Dhe tregoi që nuk ka asnjë impakt, sepse është thjesht për show. Janë lider show të emisioneve të showbizit. Mund të ishin shumë mirë. Dhe nuk janë burra dhe gra shteti që të mendojnë në mënyrë të tillë dhe që të marrin veprimet e duhura që të ketë një impakt në fund. Bëjnë gjëra pa impakt, bëjnë gjëra vetëm që të duken. Ndërkohë presidenti Trump, një shembull mjaft mendoj unë që e shpjegon mjaft mirë këtë gjë është, ndërkohë që Europa mblidhej të diskutonte se kur do mblidheshin, që të diskutonin se kur do mblidheshin prapë që të merrnin një vendim, Amerika lëshoi 3 bomba atje në Iran dhe i dha fund luftës. Dhe 3 bomba të targetuara vetëm në pikat nukleare, pa asnjë dëm, pa çuar trupa atje në terren,
Pra kjo tregon më së miri se ku është Europa dhe ku është ka të ndisur, që vetë merret me llafe, vetë merret me politika që e shkatrojnë atë vetë, nuk është askund në arenën ndërkombëtare, dhe kjo tregon nga ana tjetër një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një lider i cili ndërmerr veprime me një strategji të caktuar, ndoshta duke menduar edhe asaj quhet outside the box, pra duke menduar jashtë normave konvencionale, dhe duke dhënë rezultate konkrete. Kemi sot për herë të parë mundësinë që në lindjen e mesme të kemi një rikonfigurim të gjithë rajonit, me mbylljen e këtyre konflikteve që jemi mësuar të dëgjojmë dhe të shohim përjetësisht në atë rajon. Dhe kjo i duhet sot botës, sidomos duke marrë parasysh që kemi përballë Kinën, një Kinë gjithmonë më agresive, një Kinë që është gjithmonë më shumë në ekspansion dhe dëshiron të jetë superfuqia e botës. Kemi Rusinë që do të jetë një superfuqi rajonale, se aq i ka dhe kapacitetet ekonomike, sa ekonomia e Spanjës është. Më lë të ta bëj një pyetje. Me që dolet e Kina. Dhe kemi nevojë për një perëndim të fortë. Këtë perëndim të fortë sot për sot varet vetëm nga presidenti Trump. Me qënë se dolet e Kina dhe tek Rusia, në fakt edhe unë këtu doja që të ndalesha. Flasim për marrëveshjen Trump, se nuk mbaj mendsi u quajt, për paqe dhe për prosperitet, mos gaboj. Ajo e dieshmja. Është, Nikola, një përpjekje për ta faktorizuar lindjen e mesme dhe për ta përdorur si pyk në marrëdhënien që ka Rusia dhe Kina, pra teksa aleanca mes Rusisë dhe Kinës po forcohet, presidenti Trump po e faktorizon lindjen e mesme dhe prej kësaj fatmirësisht po përfitojnë edhe palestinezët edhe gazanët, duke qenë se prej kësaj u ndal lufta në Gaza. E mendon që është një lojë e madhe gjeopolitike dhe jo thjesht po them Izraeli dhe Palestina? Po patjetër, nuk e di nëse ky është qëllimi kryesor, se natyrisht qëllimi kryesor është mbarimi i luftës, rivendosja e paqes atje, e tjerë, po natyrisht që është një pasojë gjithë sa i përpjeket presidenti Trump, edhe largimi i Kinës dhe largimi i Rusisë nga ky rajon. Ashtu siç është, mendoj unë, dhe ky rifokusim i presidentit Trump në Afrikë, ndryshe nga parardhësit e tij, dhe mendoj kjo është shumë e rëndësishme sot, ndërkohë që Kina është shumë agresive në Afrikë, sepse Afrika ka burimet natyrore, ka këto mineralet, të cilat janë të rëndësishme sot, dhe kishte një distancim të Europës, të Shtetet Bashkuara për shumë kohë nga kontinenti afrikan, duke i lënë hapësirë bosh Kinës, ashtu siç kishte një largim nga vendet të tjera të botës, edhe nga vendet e Gjirit Persik, duke i lënë fushë të lirë Kinës, Rusisë apo aktorëve të tjerë rajonal apo ndërkombëtar. Dhe sot kemi një rikthim të Amerikës në këtë skenë botërore dhe kemi dhe një trajtim ndryshe që i bën presidenti Trump këtyre shteteve. Afrikën nuk e trajton si një kontinent që ka nevojë vetëm për atë lëmoshën, për atë ndihmën humanitare apo financiare që i shkon atje, por e trajton si një partner që kërkon vendin e vet në tryezën ku bisedohen punët e botës, sepse natyrisht jugu global edhe për numrin e popullsisë, për burimet natyrore, për atë që përfaqëson, ka nevojë që të ketë një karige në këtë tavolinë së bashku me pjesë të tjera, me lider nga pjesë të tjera të botës. Dhe presidenti Trump e kupton këtë dhe e njeh këtë të drejtë të tyre dhe i trajton se të barabartë. Edhe kur i pret në Shtëpinë e Bardhë, edhe në marrëveshjet që bën, është një marrëveshje që u jep benefit, që përfitojnë të dyja palët, Shtetet e Bashkuara dhe vendet afrikane me cilat ai ka bërë marrëveshje. Është edhe në lindjen e mesme që ju përmendi, është një marrëveshje nga e cila përfitojnë vendet e rajonit që preken në mënyrë të drejtë për drejtë, kjo është e logjikshme, por natyrisht përfitojnë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfiton edhe perëndimi në tërësi. Dhe natyrisht që pasojat ose kur llogaritet kjo strategji, ky plan i shpallur i presidentit Trump dhe i amerikanëve, natyrisht që mendohet dhe cila do të jetë pasoja afatgjatë edhe në krahasim në lidhje me Kinën dhe në lidhje me Rusinë dhe në lidhje me të gjithë këto vendet të cilat kërkojnë ta sfidojnë. Qartë. Po themi balancën e pushtetit që është në perëndim, duke zhvendosur drejt vetes. Kështu që janë gjithë këto faktorë të cilët merren parasysh.
Qartë. E qartë. Mirë, Nikola, kemi arritur në fund, të falenderojmë për gjitha informacionet dhe për bisedën. Të falenderojmë, Nikola. Faleminderit ju, është për kënaqësi. Kënaqësi. Mirë, ne mbyllim këtu këtë pjesë të parë, të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë.